يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى آية نبجدمت سورة البقرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. ربنا الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض. Mendojnë se këta janë të pasur minet të haffuf për shkak të pamjes së jashtme. Ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nas ilhafa. Ata nuk lypin. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Çka që shpenzoni për mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala e din. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. Ata cilët e shpenzojnë pasurinë e tyre ditën edhe natën, hattazi dhe fshehurazi, فلهم أجرهم عند ربهم. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk kanë pas mundësi me punu, me pas pasurinë. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. Punun rrugën e Allahut, se mos me pas punun rrugën e Allahut ata ishin bo milionera si këta tjerë. Shifni njerëzit të cilët kanë punun rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ata s'kanë pas vakt me bo tregti, se ata e kanë zonën me obligime për me ngrit fjalën e Allahut. Me pak gjahilat, ignorantin, e llogarit se këta janë njëjtë me njerëz të tjerë, por këta janë njëjtë me njerëz të tjerë, vallë këta kanë kalu vite në angazhim fi sabilillah. Ai nuk ka mundësi, kush ka logjik të shëndosh, do të me ditë se atyre duhet me ndihmu, për shkak se ata për hir të Allahu subhanahu wa taala kanë dhënë për vetes vet. Nëse shifën kanë përmend komentatorët e Kuranit teshat të tyre, ata i kanë teshat e 10 vjet me maherët, kur i kanë blerë atë kur kanë punu, se kanë ato treja. Me këshir, me ngrit fjallën e Allahu subhanahu wa taala. Ma analizu mirë e shef se ata nuk kanë, por Allahu subhanahu wa taala e ka qytë in gjahida këtë njerëz. S'ka se pritet me punu, edhe kush s'ka se s'ka pas vakt me punu, se o kom të punu në shka të tërse. Njerëzit të cilët ka është një fukara, tamam. Se është një fukara? A është për shkak në ismunjes? A është për shkak në probleme? A është për shkak në angazhimi tjetër që ka pas rrugën e Allahut, e cili thjesht pritet me shumë punu? Ta cilët punojnë, me edhon ati që s'punon. Nuk është rregulli fetar kështu. Rregulli fetar është me edhon atyre të cilët nuk kanë pas mundësi më mirë me çështjet e dunjos. Jo atyre të cilët se më konë ashtu dalin shumë e njërat ata cilët punojnë. Ma të mirë dalin ata cilët s'punojnë. Pse? Se morën për atyre cilët punojnë. Çështja e sadakos, çështja e dhënies në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, çështja e dhënës fi sabilillah. Nuk është me dhon atyre të cilët po dojnë ata mund me fitu. Atyre s'do të me dhon. Se ata duhet me punua sikur që do të më punu të atjerë. Po duhet me dhon atyre të cilët punojnë por s'u mbulojnë shpenzimet e tyre, sikur kemi përmend, me sakin janë ata të cilët nuk kanë arsye pse s'kan, kanë fuqi, kanë shëndet, kanë njerëz që mund me punu gjitha, ama se cilë ka dëshirë me ne, po, kemë dëshirë dhe me ne, nësë duhet kështu,
atëherë atyre nuk i jepet. E mas shumë që kanë qenë të penguar për çështje të dunjos, janë ata të cilët kanë qenë të angazhuar në rrugën e Allahut që fjala e Allahut jetë më e larta. Pse ata s'kanë mundë me vit ose gjithë ata të cilët kanë mundësi? Tarifun bisimam, nëse bëhet një analizë e vërejt, njerëzit që ka probleme nuk kanë. La yas'aluna an-nas ilhafa. Por veçoria e këtyre është që ta nuk lypin. Mirën në ajet, fjala ilhaf është na e përdormi për të bëjë zhuk, ama lypatina, kushtë cilësi kjo e kunarë. Ja cilësi e mashtruesve. Këta nuk e mashtrus, këta nuk e mashtrus, nuk ishin shku fisepi këta, heq në fillim. A i ka shku fisepi, la e ka lëndë dhe në problem, pa mi që apet nuk e lëndë kryt me lypë. Pas dikosh për muslimane që është i menqen e këtën situatën e tyme, del edhe në liman. Ndodhë, por dhe tyre besimtar është me i pa. Dhe një si për cilësive të këshia, të cilët nuk e ka njerëzit e mirë, është mi lyp njerëzve. Mi lyp njerëzve, edhe më baja të lyp atina, të në kohën të lyp. Dhe me identifikuar njerëzit të cilët s'kanë me lyp të avet, pa pas nevoj me lyp, të në jetojmë me ta. Ne jemi gjithmonë me ta. Se cilë për neve, duhet me lejnruhe tjetën për gjendjen e dikuj që s'ka. S'ka për një me të vërtet, ka nevoj, edhe i takon të mamë. Tash, vetëm me identifikuar, edhe me i dikë muslimanët kërë shenë varfër dhe me qua pa në farë, buje të modë se i këna një mua dikujna. O ma të filku me të khejrin fejnë Allah e bihi Ali, dhe di nëse shkërda që shpenzoni për mirë, Allah subhanahu wa ta'ala di, edhe nëse se di njerëzit, të s'ka nevoj me ditjeq, edhe nëse s'ma publike, edhe në shumë rrasë s'ka nevoj me publike, mjaftën që Allah e di, a bëm në përhipë Allah edhe natën. Ditën edhe natën e shpjegon hadithi cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për Nuhin alayhis salam. Nuhi alayhis salam bënte thirrje në skam. Bënte thirrje ditën. Allah më pyet ditën e kiametit tonë, e ke thirrë njerëzit ditën? Në vetë po. Natën e ke thirrë? E o shumë ka shku natën i ka trokit njerëzve në shtëpiat e tyre e ka thirrë në skam. Se nata dhe dita janë krijesa prej krijesave të Allahut dhe kanë me dëshmuar ditën e kiametit për njerëzit. Nëse kjo për neve ditën e kiametit kemi më mirë ose kemi më keq. Ata që janë besimtar ditën e natën, një koment. Komenti i dytë ditën haftazi, natën shehrazi. Dhe ne përmenëm në lesën e kaluar se haftazi është se japin për projektën pasurinë e tyre ditën, ata se japin pasurinë haftazi. Në projektet e përgjithshme të muslimanët individualisht, të shtëpiat e tyre ku të kanë rrugë të tjera. Si normalisht në sheftas dhe haftas, pasurinë sadakon bën me dhënë sheftas, bën me dhënë haftas, sheftas kur është për individ, haftas kur është për projektet të shoqërisë. Falahum ajruhum inda rabbihim. Kush do që shpenzon, qoftë në sheftas, në të dy ondë, ka më më shpërbim dëshpërime. Komentatorët kanë thonë edhe në dynjë dhe në ahiret. Edhe në dynjë nuk e ki frikën se të hekë Allah subhanahu wa taala për shkak që ke dhënë sadaka. Se sa murit, shëror, me sadaka të hekë Allah subhanahu wa taala frikën. Me sadaka Allah subhanahu wa taala të hekë dëshpërimin. Me sadaka që jep Allah të shep lumturinë në zemrën tonë. Me sadaka Allah të më të me familje, ka plot përfitime të konë këtë dynjë, para se me shku në ahiret, për ata të cilët japin fi sabilillah. Kurse Allah subhanahu wa taala mos më dëshpëron momentet e vdekjes, e mos më dëshpëron kur të ngjahet te Allahu. Se atyre të cilëve u vijnë me lekt e dënimit, ata kanë më shfrytzuar te vdekja. Në moment para pa kësaj bote, edhe kanë më dëshpëruar se që kanë bërë direkt. Pastaj kanë më dëshpëruar dhe kanë më أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور